Ndodhemi te bulevardi i ri në një kompleks të sapo përfunduar të vitit 2025. Ky është një apartament i tipologjisë 1+1, është shumë pak i përdorur më përpara për Airbnb, pra është pothuajse i ri, i pabanuar. Aty është kuzhina, këtu është balkoni që ka dhe një nderëse rrobash. Në apartament do bëhen disa ndryshime të vogla. Për shembull këto perdet do ndryshohen, do vendosen me porosi dhe më cilësore. Ai tubi te kuzhina do të fshihet, do jetë më estetik dhe e gjithë kjo pjesa këtu do vendoset që të vishet me mermer. Këtu kemi lavastoviljen, kemi sobën dhe të gjitha elektroshtëpiaket që janë vendosur në apartament janë të markës Beko, që është një markë e njohur për cilësinë e saj. Gjithashtu edhe pianura është Beko dhe frigoriferi, siç e shikojmë, është Beko. Kalojmë te dhoma e gjumit, që është goxha e bollshme. Edhe rafti ka shumë hapësirë, siç shikohet. Këtu janë sirtaret. Dhe kjo është ana tjetër e raftit. Pra ka goxha hapësirë. Ka një dritare të madhe dhe orientimi i kësaj shtëpie është jug, që e bën të jetë ndriçuar shtëpia gjatë gjithë ditës. Ka kondicioner në dhomë, gjithashtu ka edhe sistem kondicionimi në sallon. Kemi të tualeti. Në tualet kemi lavatricën që është po Beko dhe siç e shikojmë është goxha i bollshëm. Apartamenti ka një super planimetri të rregullt dhe i gjithi është orientim jug dhe me dritare të mëdha që është goxha i ndriçuar gjatë gjithë ditës. Kjo është një pjesë shumë e preferuar ime, është goxha e lezetshme. Pra, kjo është e gjitha.